Diaspora shqiptare nuk matet vetëm me numrin e lartë të shtetasve që jetojnë jashtë vendit, por edhe me ritmin e integrimit të saj në shtetet pritëse. Të dhënat e Instat tregojnë se krahas përmasës së madhe të diasporës shqiptare, një pjesë e saj po kalon edhe një fazë tjetër, fitimin e shtetësisë në vendet ku jetojnë. Vetë raporti mbi diasporën i publikuar nga Instat thekson se shtetësia duhet lexuar si tregues i integrimit afatgjatë të vendeve pritëse, jo thjesht si lëvizje migratore në kuptimin klasik. Pesha kryesore e këtij procesi duket qartë në Itali. Sipas raportit e Instat, në vitin 2021 shtetësinë italiane e fituan mbi 22.000 shqiptar, në vitin 2022 kjo shifër u rrit në rreth 38.000 shqiptar, ndërsa në vitin 2023 rezultuan rreth 31.700 shqiptar. Në total, për 3 vite mbi 92.000 shqiptar fituan shtetësinë italiane me një mesatare prej rreth 30.000 vetash në vit ose rreth 84 në ditë. Pas Italisë vjen Greqia, ku ritmi i fitimit të shtetësisë mbetet po ashtu i lartë. Të dhënat tregojnë se 7.700 shqiptar fituan shtetësinë greke në vitin 2021, 9.600 në vitin 2022 dhe 9.900 në vitin 2023. Kjo do thotë se në 3 vite mbi 27.000 shqiptar morën shtetësinë greke, ose mesatarisht rreth 25 persona në ditë. Për shkak të historisë së migracionit shqiptar drejt Greqisë, këto shifra pasqyrojnë një diasporë të konsoliduar që po lidhet gjithmonë më fort me shtetin pritës, edhe në planin formal. Për te Italisë dhe Greqisë, raporti tregon se fitimi i shtetësisë nga shqiptarët vijon edhe në vende të tjera europiane, por në përmasa dukshëm më të vogla. Në Gjermani shifrat lëvizin nga 480 në 465 dhe 485 raste në periudhën 2021-2023. Në Francë nga 465 në 474 dhe 391, ndërsa në Suedi nga 384 në 717 raste në vitin 2023. Belgjika po ashtu ka shfaqur një rritje. Kjo tregon se ndonse Italia dhe Greqia mbeten qendra kryesore të integrimit formal të diasporës shqiptare, procesi është shpërndar dhe në vende të tjera të Europës perëndimore dhe veriore.